Qemaj Laliu, a do t'i fitoj këtë zgjedhje apo jo? Nuk besoj. Nuk besoj. Në komunën e Shtimes duhet të severisë Partia Demokratike. Përshëndetje. Faleminderit. Si je, Emir? Mirë, shnosh. Jam në komunën e Shtimës për pyetje. Kush duhet të udhëheq në Shtime? Jam shoqëriçare, Gëzohem. pensioner, mësues, 42 vjet kam shërbyer. Tash jam pensioner. Vjen mirë që jemi taku. Faleminderit. Nderuar mosimdhënës. Pyetja është e qartë, besoj dhe direkte. Kush duhet të qeverisë në komunën e Shtimes 4 vitet e ardhshme? Në komunën e Shtimes duhet të severisë Partia Demokratike. Pse? Pse ka shumë arsye pse. 3 prej tyre. Po 3 prej tyre ose në gjitha komunat ku ka qeverisë, do të thotë periudhën 4 vjeçore, kanë qenë të suksesshme. Ndërsa këtu, për shembull që 4 vite ka Qeverisë vetëvendosje. Qemaj Laliu. Nuk janë shumë punët të mirë. Nuk ka shkuar. Fillimi i vetëvendosjes ka qenë diçysh shumë jo in rregull. Çka kishte thonë kryetarit aktual Qemaj Laliu përmes kamerës në këto momente? Po i kisha thonë që do të punojë. Por me punu mos ka ku, veç edhe 1 muaj kanë bërë. Po nëse nuk fiton. Nëse nuk i realizon që ato premtime që i kanë dhonë. Edhe ky, edhe kurti, ju. Ne po flasim vetëm për komunën e Shtimës. Pa, që të jo është lidhshmëria, edhe nivel qendror, edhe nivel komunal. Nëse nuk punohet nivel qendror, as nivel komunal nuk punohet. Ke një urem, një përshëndetje, një këshill, mesazh, çka do për kryetarin aktual edhe për Tiraj? Po vetëm unë dëshiroj që të jenë suksesshme këto zgjedhje, të fiton më i miri. Kush është më i miri sipas teje edhe një herë? Populli e din cili është më i miri, edhe më i miri është kryetari që vjen në të ardhmen, doktori. Përparim Ramusa sipas teje. Përparim Ramusa. Qemaj Laliu, a do t'i fitoj këtë zgjedhje apo jo? Nuk besoj. Faleminderit shumë për shëndet. Uroj shëndetin. Miru po. Respekt. Më mirë të takum. Faleminderit. Alo mirë.